E ke pa në herë foto? Çfarë foto? Ë? Ka një përpjekje, Alba, për ta rehabilituar figurën e Esat Pashtoptanit. Je dakord? Dakord jam. Esat Pashtoptani dhe në familjet tiranëse vijon të jetë një figurë e rëndësishme, pavarësisht nga ana e politikës, si nga të gjitha krahët e vijon të sulmohet si figurë. Ai vijon të jetë një person i cili në momentet e caktuara të historisë ka bërë zgjedhje të caktuara, ndoshta mund të kenë qenë zgjedhjet më të këqija të momentit, gjë që kanë rënduar dhe figurën e tij, por ka qenë një figurë i cili ka ndihmuar për shembull dhe në rrethimin e Shkodrës, apo jo. Ka qenë një figurë i cili ka marrë akte të një akte ushtarake. Pasi vrau Hasan Riza Pash. Me dorën e adjutantit vet. Po, ka shumë, është një figurë e cili duhet të... Edhe unë do përtypesha në fakt. Jo, nuk përtypem, pasi unë mendoj se të jesh një lider, apo të kesh një rol të rëndësishëm... Jo, ai në histori është kryeministër. Në një Shqipëri, në një vend aq i vogël si Shqipëria, që kishte trysnin e ekzistencës e shtet formimit, ne më në fund në 1912, në kjo foto i bie në 1916, ende po formohesim si shtet. Pra duhet gjikuar dhe në rrethanat e gjeopolitikës botërore. Nuk është diçka që mund ta... Eshtrat e tij, Alba, ndodhen në parcelën e ushtarakëve serb të luftës së botërore në Paris. Pasi ndajnë pa u varrosur. A duhet sillen eshtrat e Esat Pashës në Tiranë? Do t'i bënte mjaft mirë Shqipërisë të vinë. Po, patjetër duhet vinë dhe eshtrat e tij. Mund të sillen eshtrat e njëri që është damkosur si tradhtar? Po patjetër ai meriton të ketë vendin e tij në Shqipëri. Si varr unë e kuptoj. Ka drejt absolutisht nuk ka do të përfaqësues. Po flas që ti bën nderim. Ai është pjesë e historie të Shqipërisë dhe në një moment të veçantë të vendit tonë. I meriton të jetë. Për shembull dhe në Rom prehen eshtrat e Shevqet Vërlaçit. Në Rom, kryeministrit. Dhe ai është një person. Edhe ti duhet të patjetër. Unë e kam parë varën aty, kam vizituar. Ke shkuar, a? Po, ndodhet. Ta diell da vija aty. Ke qenë te... Po, kur ta bëj do ta sjell ta kesh edhe si... Po jo, kam një foto, jo, do lumturohesha të më jepi një foto të tillë, sepse ti se ke postuar, unë do... Jo, se kam postuar, mund ta gjej... Jo, ka qenë pjesë e studimeve të mia, i ka qenë nga kryeministët, unë kam botuar i librin të kryeministit. Sepse unë rastësisht, ndoshta ka qenë shumë vite më parë, dhe rrjetet sociale s'kan qenë kaq fuqishme siç janë tani. Unë e gjeta rastësisht në këto gazeta zyrtare që ishte paraparkisht, që gjeta rastësisht në që ai kishte varrin në Rom dhe hyra... Ishte rastësisht, ë? Po, nuk e di. Po, e vizitova, është një varrezë që ndodhet pranë zonës Piramide. Aty është një varrezë e personazheve ilustre të huaja, ka shumë personalitete të huaja, ka dhe poet të njohur, ka mes tyre ndodhet dhe varri i Shevqet Vërlaçit dhe i disa shqiptarëve të tjerë, por unë do shkoj enkas për ta rifreskuar, jo vetëm me orientime, por do të sjell edhe një foto. Pietro Cuaroni në librin Valizha diplomatike shkruan Shevqet Vërlaçi ishte shtet brenda shtetit. Një figurë mjaft. Foto tjetër. Ky është libri që... Ti e the vetë që parë, po unë s'komentoja gjë. Tani na thuaj diçka për librin? Ky është libri Dasma Tiranëse. Do doja ta shkruaja Tiranëse, por redaktori i librit, ato që morën angazhimin për të ma botuar, ishte më korrekte në gjuhën letrare. Është një libër i cili nëse do kam dëshirë të ribotoj, pasi materialet janë shumë më tepër se ai libër, por ishte një përpjekje e parë për të publikuar. Unë gjithmonë, ndoshta është hera e parë që e them, ka pasur atë ndrojtjen e personit që nuk duhet kaloja babin. Dija se babai shkruante, domethënë kishte atë dhe nuk doja, dhe fatkikisht unë e biemrin tim Ali Mehmeti kam vendosur ta përdor gjërësisht dhe të më njëjtë pas vdekjes së babait. U vura para përgjegjësisë dhe përballt shumë kolegëve që ishin dhe kolegë të babit, të cilët më thoshin ne nuk e dinim që ti je vajza e Bedriut. Pasi unë nuk e kisha bërë sepse e kisha mjaft
mjaft idhull figurën e babait dhe më dukej se duke ishte peshërënd. Më dukej sikur o do ta vija në pozitë ose do ta vija në kompeticion dhe këtë gjë nuk e doja. Ky libër është shkruar me shumë dashuri, me shumë ndrojtje dhe nëse do të kem kohë do të rikthehem në një gjë akoma më alla alba. Dasma jote është aty? Si fotografi? Jo. Pjesë ime, po, patjetër, unë jam martuar me gjitha rritet e dashme. Na trego diçka të bukur, një detaj. Detaj ishte dita e pajës, dita e veshjeve, dita e shoqërisë, dita e që nuk do të shikoja bashkëshortin deri. Bërë edhe këtë? Po, të gjithë. Edhe këtë nuk e shikoja. Pas ka qeshur ai që nga tallur ai bashkëshorti me këtë. Si mos shikoj bashkëshortin ti? Vabbè, ishte një gjë. Tani më shpjego pak këtë për ata që janë nga Tirana. Tironse. Në shpjegoj që. Është pjesë e dialektit tonë, një simbol apo identitet që na jep në mënyrë të folur. Dialekti është mjaft i rëndësishëm. Në Itali, për shembull, përmes dialektit dallon se vjen nga Veriu, nga Veneto. Po ti s'le fare si tiranse po? Nuk flas sepse jam munduar unë flas kur jam në shtëpi, në gjuhën time ose në shtëpi, në familje. Me burrin, me kalamajt? Po, patjetër. Po kalamajt flasin? Ato flasin e përdorin më shumë tiranse sepse duke flasin çik në unë nga s'ka pari me një tiranse. Ç'a bën mire? Tiranës është një gjuhë shumë e ëmbël, siç është karakteri shqiptar. Dialekti është shumë i ëmbël. Si është karakteri Tiranës? Është e butë. Është e butë. E ëmbël? Domethënë ka një feeling, ka të krijon afërsi, ëh? Domethënë kur flet Tiranës do të jesh patjetër i afërt. Po. Nuk do të flasë, s'e flasim ne nga jugu. Jemi larg. Ti. Se ne flasim me mjaft, kemi mjaft ullët dhe tonalitetin e komunikimit. Foto tjetër. Këtu është një foto, duhet jetë Ania Vlora. Duhet jetë Ania Vlora, në mos gaboj. Ti nuk ike me Ania, ti ike me bashkëshortin. Unë ike me bashkëshortin. Vitit 2000 mos gaboj. Po, vitit 2000, pasi bashkëshorti im po punonte me një organizatë botrore të refugjatëve. Po. Dhe na bëri ftesën me djalin e vogël sa po të lindur të shkonim për të kaluar atë moment se ishte një Tiranë mjaft e vështirë. Flasim për fillim fundvitet pas 97-s deri në fillim ishte mjaft. Unë ka qenë një Shqipëria e vështirë, mama. Por unë nuk doja. Ma thuaj një vit. Unë nuk doja tike, me thënë drejtën, mbaj mend që shtyja i kisha marrë një vizë turistike. Nuk doja tike. Ti punoja atëherë? Unë punuar në drejtorinë e kulturës në Bashkinë e Tiranës. Kam punuar nga viti 94-95 deri në fillim të viteve deri në janar 2000-shit, pak a shumë kam punuar. Nëse ke kapë Tiranën? Jo, s'ke punuar Tiranën. Kam qenë në drejtorinë e përgjithshme të muzeve dhe punoja në sektorin, isha historiane, por këto në sektorin e. A ishe historian në Bashki? Do të punuar me Salik Elmeni dhe Albert Brojkën. Albert Brojkën, po, kemi qenë. Me Walter Gjonin si drejtor. Dhe jam shumë kam një kujtim mjaft bukur, pasi harruba ta thoja në foton që ju publikuat të Sahatit Tiranës, kam punuar personalisht me një grup historianësh nga drejtoria ime për të bërë Sahatin e Tiranës muze. Kemi qenë të parët që kemi hapur, të vizitueshëm, të parët që kemi hapur. Nuk e di, ka qenë një nga ato fotot, kur kam dalë, kam qenë mbi Sahat në atë foto, nuk e di nëse keni vënë. Jo, unë Sahatin, kështu e kam vizituar, që kam vazhduar i lartë në ato vite, në the. Se në atë foto që unë kam vizituar, ka qenë dita e inaugurimit të muzeut. Unë mbaj mend që kur kemi. Çfarë viti? 96. 96 nuk kam vajtur për të parë, që kam parë deri i lartë. Kush të linde? Nuk të linde njëri. Diles historiku i Sahatit, i shkruar në shqip, italisht, anglisht, ka qenë përgatitur nga. Ato i ke ti ato tekstet aty? Alba, ta dija këta do vija ato tekstin aty, do ta vija ato tekstin. Po nuk e dija këta. Ku shkoni te Sahati, ato tekstin atje ka bërë Alba. Ka qenë një tekst i thjeshtë. Po i thjesht, po i sakt. Dhe ndoshta për teleshikuesit që nuk e dinë, dhe kjo është pjesë historikut, kur e kemi hapur atë Sahat, ka qenë gjithë pluhur, ishte pamundur që ne të hypnim sipër, kemi marrë zjarr fikset, kanë bërë me ujë, presion, dhe kemi marrë leje nga gjitha ato, për të larë gjithë muret dhe shkallët e brëndshme, rregulluam u pastruar, rregulluam. Gjetën ndonjë gjë atje brenda?
Po tash çasu gjën se plur shekullor ishte mbulur. Çfarë gjendë gjendë? Po jo, nuk kishte. Kishte objekte kanë fjalë? Jo. Vetëm shkallë. Shkallë dhe plur shekullor se kishte rreth 30-40 vite të mbyll. Pullumba të vdekur, të ngordhur. Edhe mi. Po, dhe u pastrua dhe pastaj punua me ndriçimin. Sa kishte pa u hapur? Po si ishte hapur asnjëherë që ishte mbyllur, u hapte pas ndoshta, mendoj 30 vite po një herë pa hapur. 30 vite, ndoshta vetëm kur ka pasur defektora. Apo skalonin nga ajo? Ndoshta, ose ndoshta edhe nga jashtë, nuk e di fare. Nuk e Po mbaj. e pastruar me zjarr fikse? Po, kjo kam me tubin e... Në memorien time është ky presioni që ne punuam dhe të gjenim të stabilizonim orën me zjarr fiksin, me forcat e rendi që të rrethon 96. Ose bukur kjo. Dhe madje biles mendoj ka qenë një event mjaft. Dhe un kam një foto mbi këtë sahat kur jam duke qeshur sepse është një foto që kujtoj shumë. Kam hyrur mbi sahat dhe isha pa nisur. Do të thonë majt kullu, pa nisur akoma ceremonia, unë kam qenë sipër bashkë me historianët e tjerë duke parë se ishte gjë mirë. Dhe në atë foto unë kam qenë duke menduar dhe mjaft e lumtur dhe po shija qytetin tim dhe më dukej sigur, domethënë ka qenë nga veprat e para të punës time si historiane që po punoja për këtë. Dhe mbaj mend që fotografi i drejtorisë më bëri më shkrepi këtë foto dhe ma dha dhe e falenderoj Pierinin, nuk e di apo më djeg, i cili më ka ruajtur një kujtim më unik mbi kullën e sahatit në ditën e inaugurimit. Po patjetër, simboli. Simboli kryeqytetit dhe atraksioni numër 1. Po. Këtu ke diçka për të thënë për këtë që ta kalojmë çik shpejt se ngecëm te. Unë si në profesionin tim si gazetare kam mundur të intervistoj kryetarët e bashkisë, Brindizit, Otrat, Barit, gjatë këtyre viteve, të cilët kanë thënë se e gjetën qytetin e tyre i ka gjetur të paprigatitur, ma kur nuk ishin parë një numër kaq të madh njerëzish që do vinin dhe do zbarkonin në portin e tyre, i gjeti dhe italianët e paprigatitur. Por kujtoj me mjaft dhimbje tragjedinë e Otrantos, ku kryetari i bashkisë së Otrantos kam intervistuar dhe familjarët janë në disa momente pjesë e historisë sonë që me thënë drejtën sa herë që flitet për shqiptarët dhe agjencitë ndërkombëtare të informacionit i përcjellin këto lajme për të kujtuar ndoshta. Okej, foto tjetër? Ja pasati pra? Unë e bëj këtë foto pikërisht për dhimbjen që ka ky sahat. Shumë demokrate me dy gishta lartë. Por Victory është një shenjë. Victory? Identifikuese e personit fitore. Po, fitores. Fitore, po keni që në 2013 që vetëm fitoren se njini fare Alba. Nëse secili duhet punoj aq sa mundet. Unë po çat punosh më shumë ti më Alba, ti u shkrive më Alba, mes Romës edhe Tiranës. Çat punosh më shumë ti? Sa ke punuar ti të punojnë? Për qytetin duhet punoja më shumë, mendoj. Unë për shembull për qytetin dje kam zhvilluar një takim me shoqatën Tirana, e cila është ristrukturuar. Kush është tani kryetari? Kryetari është Ruzhdi Keqi. Po, jo kryetari, ai është president, mos gaboj, apo kryetari? Jo, kryetari është kryetari. Kurse presidenti i asamblesë është Shkëlqi Majdari. Ai që u zgjodh, po? Unë mbas vdekjes së Arben Tafaj. Unë isha nismëtare për t'i takuar. Është era parë që po e them pasi ka ndodhur pak orë më parë. Për t'i takuar pikërisht për faktin se Imat ka qenë nën kryetari i shoqatës Tirana dhe ne si traditë, unë kam qenë anëtare kryesisë së shoqatës Tirana dhe ne si traditë kemi pasur që kur vdes një nga trashëgimtarët e atyre këshillit duhet futet e bija dhe unë jam futur në momentin që ka ndruar jetë babai im. Por kur u bë ristrukturimi i shoqatës, pra flas për këto zgjedhjet e fundit, unë nuk kam marrë asnjë lloj informacioni se çfarë po ndodh në atë shoqatë. Pata disa muaj mora reflektim për të kuptuar